Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Sot do të përgatisim bashkë një iftar të thjeshtë me gjell, me patate dhe mish. Do t'u tregoj se si ta bëni mishin të butë. Kemi një ëmbëlsirë me kadaif, një supë me trahana dhe një sallatë me lakër të bardhë. Si fillim do t'ju tregoj se si e përgatis mishin. Këtë lloj recete mishi mund ta përgatisni dhe për ta servirur mishin thjesht me pure patatesh, jo gjell. Unë në fakt e kam bërë gjell kësaj radhe, por mishin të përgatitur pa piku ujë ua kam treguar dhe herë tjetër. Për këtë arsye në fund të tenxheres vendosim rrota qepe, pak piper të zi, i hedhim 2 gjethe fine dhe vendosim thelat e mishit që mund t'i keni thjesht thela ose dhe me mish me kocka. Konkretisht unë i kam me kocka dhe me që ne jemi pak veta në familje, jemi thjesht vetëm 4 veta, pra 2 të rritur dhe 2 fëmijë të vegjël. Unë nuk është se kam përgatitur shumë mish, por nëse do ta përgatisni për misafir dhe do të keni më shumë thela, me këtë metodë të dashur miq nuk do t'i shtoni tenxheres asnjë pikë uji. Unë nga që kam pak thela, pak fare ujë do t'i shtoj, që të filloj ajo zjerja, si që shikoni një gotë çaj me ujë, e mbyllim në tenxhere me presion, e lëm sa të filloj të dalë zhurma e tenxheres së presionit dhe i ulim gradacionin në maksimum, pra do ta lëm vetëm aq sa pllaka e sobës të jetë e ndezur dhe mishi do të lëshoj vetë lëngun e vet. Pra mishin do ta gatuajmë për gati 1 orë e gjys në temperaturën minimale që ka soba dhe do të gatuhet vetëm me lëngun e vet. Në fund do t'i përgatisim pak salcë të kaurdisur, siç ua përgatisim fasuleve. Do t'i shtojmë patatet dhe do t'i shtojmë ujë, sepse mishi do të ketë mbetur me shumë pak lëng në fund në krye të kësaj 1 orë e gjys që u gatua pra. Keni parasysh ujin ja shtojmë të nxehtë. Nëse do ta ktheni në gjell siç e kam përgatitur unë, me pure, mishi është gati. Pasi i kemi shtuar ujin, gjentilin e presionit nuk do ta mbyllim, do të ziej për 10-15 minuta duke i dalur avulli. Për kadaifin kam përdorur 4 lugë gjalp dhe kadaifin siç e shikoni e kam shtruar kështu përse gjati, i kam hedhur arra dhe e kam rretulluar. E rretullojmë duke e shtrënguar me gishtrinj fort që të formohet një rulo kadaifi me arra dhe e vendosim sipas madhësisë së tepsisë. Nëse ka nevojë për t'u prerë, e presim dhe i vendosim dhe pjesët e tjera. Mundoni që kur i vendosni kështu përpara se t'i përgatisni si rulo, t'i keni në gjatësinë e tepsisë. Në këtë mënyrë nuk ka nevojë që ta prisni. Kur e rretullojmë të dashur miq, e shtrëngojmë fort, sikur po bëjmë sarma. Kështu veprojmë me të gjitha rulot e kadaifit, i spërkasim me gjalpin që kemi shkrirë përsipër dhe e fusim në furrë. E pjekim me 180 gradë derisa përsipër të ketë marrë një ngjyrë të kuqërrem të bukur. Nëse e shikoni që merr ngjyrë për një herë, do t'ja ulni gradacionin dhe do ta lini gati për 40 minuta të piqet të thahet mirë, sepse kadaifi sa më mirë që të thahet, aq më mirë do ta thithi dhe sherbetin, pra nuk do të bëhet si qull. Siç e shikoni, e kam prerë vetëm në mes dhe jam formuar rulo me kadaif me arra. Për këtë tepsi që është tek 26 cm me 26, kam përdorur gjysmë kile kadaif, 2 gota sheqeri, siç e shikoni me këtë gotën 250 ml dhe 1 gotë gjysmë ujë. I kam shtuar një fet limoni dhe kam zier për 10 minuta sherbetin. Keni parasysh që njëri të jetë i nxehtë, njëri të jetë i ftohtë. Pra nëse kadaifi do jetë i ftohtë, duhet jetë sherbeti i nxehtë, nëse kadaifi është i nxehtë, duhet jetë sherbeti i ftohtë. Por në përgjithësi xhami i furrës e ruan shumë nxehtësinë dhe nëse është kadaifi i nxehtë, keni kujdes një 10 minuta lëreni që t'i hiqë nxehtësia e xhamit, pastaj shtojeni sherbetin. Këtu do t'ju tregoj një supë ndryshe të dashur miq, ndoshta ju në Shqipëri nuk e praktikoni, nëse keni dëshirë mund ta provoni, ne preferojmë shumë, sepse supa me trahana këtej në Turqi nuk është e varfër si trahanaja jonë.
turqit trahanan e përgatisin me lloje perimesh, madje i shtojnë edhe qiqra. Për këtë arsye, këto 3 lugë pluhur trahanaje që unë po hedh, brenda kanë spec, kanë kos, kanë perime të ndryshme si domate, kanë salcë, kanë erza, kanë dhe qiqra. Pra, pasi unë në vaj kam kaurdisur 2-3 thelpinj hudhër dhe pak salcë, kam shtuar trahanan. Edhe me këto 3 lugë trahana e kam trazuar pak dhe i kam shtuar ujë të ftohtë. I shtojmë ujë të ftohtë sepse po t'i hedhim ujë të nxehtë do të filloj të trashet për një herë dhe është një gjë që nuk e duam sepse unë në këtë lloj supe do të përdor dhe makarona. Këto makarona që shikoni quhen makarona mantija, janë të mbushura të dashur miq dhe kanë brenda si mbushen me lloj gjërash, këto që po shikoni nuk janë të mbushura me mish, janë të mbushura si me thjerza. Gjithashtu kësaj supe unë gjithmonë i shtoj edhe një gotë me lëng mishi që e kam përgatitur vetë dhe e kam futur në ngrirje. Lëngu i mishit është lëng kockash, lëng viçi. Kësaj lloj supe nuk i vendosim kapak sepse shkumon. E lëm të ziej derisa makaronat të zbuten dhe supa është gati. Kam përgatitur një sallatë me lakër, nëse këtë lloj sallate nuk e keni përgatitur ndonjëherë, ju sugjeroj shumë ta përgatisni se del fantastike. Siç e shikoni, e kam prerë lakrën imët, i kam ngrirë një karrotë, e kam kriposur, e kam vrarë pak me dorë dhe pastaj kam filluar t'i shtoj erzat ose vajin, limonin, pak uthull. Siç e shikoni, kam shtuar 2 lugë uthull, një gjysmë limoni, pak vaj ulliri, një lugë majonezë dhe trazoj mirë të gjithë masën. Mund t'i shtoni dhe pak fare piper të zi të dashur miq. Kush ka dëshirë këtë lloj sallate mund t'i gri dhe një thelpi hudhër, por të grirë në rende holl, pra që të marrë shije. Unë kësaj radhe e kam bërë pa hudhër dhe është një ndër sallatat tona të preferuara, ju sugjeroj ta provoni. Mishi të dashur miq i përgatitur në këtë mënyrë del fantastik, del shumë i butë dhe gatuhet dhe i gatuar me lëngun e vet është akoma dhe më i shijshëm. Unë në kanal përgatitjen e mishit në këtë mënyrë pa ujë fare, ua kam treguar dhe si video më vete, kësaj radhe e kam përdorur në këtë mënyrë. Kjo ishte dhe sofra ime e thjeshtë për iftarin e sotëm të dashur miq. Shpresoj t'u ketë pëlqyer, shpresoj që ndonjë nga këto receta ta gatoni në familjet tuaja. Era e mire kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshim.